prokurorisë shqiptare për të parë provat materiale dhe për të vendosur pastaj për ecurinë më tej shpejt dhe për masën e sigurisë për të individ. Kishte bashkëpunim intensiv për këtë operacion. Sigurisht. Balili në çfarë shkallë dilte implikuar gjatë këtij bashkëpunimi? Sepse nuk na rezulton që të jetë personi dorës tretë në këtë aktivitet kriminal, por na rezulton që të jetë një nga krerët. Në procedimin të cilin hetonin autoritetet greke mund të jenë këto rrethana që thoni ju. Më fal, ju e dinit Shkrim informacion për identifikimin e personave dhe për detajet tjera të hetimit që interesonte autoriteteve greke. Sigurisht që pjesë e këtij grupi të përbashkët hetimor kanë qenë dhe autoritetet amerikane të hetimit narkotikëve DEA, por edhe dhe në këtë fazë nuk ishte prova për të ndaluar Balilin. A kishit ju këto fakte ligjore se si duhet vepruar në një rast të tillë. A e dinte policia atë që thon autoritetet greke në këtë letër që duket se nuk është për publikim, që ky grup kishte çuar 23 kg kokain në Britaninë e Madhe, 531 kg kanabis në përgjegjësinë e Balilit. Në Bullgari kishte çuar një sasi të panjohur por shumë të madhe kokaine në Holland, 60 kg kokain në Belgjik dhe një rreth nga 250 deri në 750 kilogram kanabis në Belgjik. Mos ishte kokaina në mes, nuk do kishte filluar DEA operacion. Po, bëhet fjalë për sasi të DEA nuk fillon për hashash, fillon për drogat e forta. Ligjërisht, policisë shtetit, a mund ta ndalonte vetëm me urdhrin e ardhur nga autoriteti italian, urdhrin ndërkombëtar? E autoritetet greke. Autoritetet greke, më fal. Ligjërisht, se këto pjesë shumica e keq kuptojnë. Këto në çonse mund të na shohësh. Edhe pas sekuestrimit të sasisë së lëndës narkotike në Greqi dhe arrestimit të 15 personave dhe daljes në mediat greke të implikimit të një kanaleve të Interpolit për të nxjerrë menjëherë masën e sigurimit dhe në çfarë faze ndodhej hetimi dhe masa e sigurimit për të individ. Dhe këto janë faktet pa kontestueshme pasi ne kemi komunikim zyrtar me kanalin e Interpolit me autoritetet greke. Qipa, nuk mund ta mbanit ju nën vëzhgim kur e dinit që dokumentet e pra një person në mënyrë informale, pra po e flas jo publike, ju e dinit që ardhur në Shqipëri në muajin dhjetor 2016. Letër porosin që kërkim nga Interpoli që në 17 maj. Më fal, ka një procedurë. Ju jeni detyrim nëse hidhet kërkim nga Interpoli të arrestoni çdo person për ligjin. Ju keni të drejtën e hedhjes informacionit dhe të lirisë së shprehjes, por unë përfaqësoj një institucion këtu dhe më duhet që të mbaj përgjegjësi për fjalën. Këtë person ka një procedurë ligjore, të cilën ne kemi dokumentuar edhe nëpërmjet komunikimit me prokurorin, edhe nëpërmjet parashikimit drejtësisë Manjani këtu studio dhe prokurori përgjithshëm Llalla janë shprehur që në datën 17 policia kishte detyrim ta ndalonte në momentin që Interpoli kërkoi ndalimin e Balilait. Nuk të lejoj kushtetuta. Të lutem unë, tani prokurori përgjithshëm ministri i drejtësisë ta në studio. Nuk më lejohet që të komentoj këtu deklaratat politike, nuk më lejohet, por më lejoni të jap haje teknike të cilat kanë bënë me ndjekjen e kësaj çështje. Vendimi i arrestit për këtë shtetas i lëshuar nga gjykata e shkallës parë për krime të rënda është në muajin dhjetor 9 dhjetor 2016. Po mirë, Interpoli nuk e zbaton ju si urdhër? Ka një procedurë ligjore se si zbatohet. Si zbatohet? Për shtetet me të cilat Shqipëria nuk ka të drejtë të ekstradimit të shtetasve shqiptar, përveç 2 shtete janë këto, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Vetëm me këto 2 kemi marrë vesh ekstradimit. Procedohet me një formë. A do në Shtetet e Bashkuara kemi 27-s, më duket. Vetëm për llogaritë këtyre të gjithë. 29. Për shtetet e tjera do të pritet letër porosia nga autoritetet ku është proceduar për të. Por nuk e ndaloni ju po e kapët? Ne kemi kryer veprimet tona dhe pyetja ime është e tillë, Qipa. Çdo kriminal që është në kërkim nga Interpoli, postje grek, italian dhe amerikan, nuk ndalohet në Shqipëri? Zoti Fevziu, janë rreth 250 persona të cilët janë të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet huaja dhe nuk janë kapur. Dhe po procedohet sikur njëri nga ata që s'është italian ose amerikan, që shfaqet në Shqipëri. 120 prej tyre, thuajse 120 prej tyre janë për trafik narkotikësh edhe vepra të tjera të lidhura me drogë. Tani pyetja ime ishte, nuk e mbani dot në kontroll Balilaj në 24 apo 40 tetor sapo të vinin materialet nga Greqia? Ne kemi kryer gjitha veprimet, nuk ka qenë 40 tetor, se ka qenë prej muajit, prej datës 8 maj deri në dhjetor që ka dalë masë sigurimit për të shtetit. Ka ardhur kërkesa Interpolit zyrtare.
Dhe kërkesa e Interpolit, po ju them prapë, ne e kemi të provuar që gjithë komunikimin dhe gjithë presionin pozitiv, le të them, në bashkëpunim edhe me autoritetet amerikane, për të nxjerrë masën e sigurisë, autoritetet greke dhe shpallin kërkim ndërkombëtar të këtij shtetasi. Mandej janë kryer veprimet. Po me datë 17 ju mund ato 4-5 ditë nuk e mbani dot në kontroll për ta parë ku ishte. Çfarë ka ndodhur? Si u largua? Ishte në kontroll, ishte në vëzhgim nga policia? Ishte në vëzhgim Balile nga policia? Për kë periudhë bëhet fjalë? Nga 10 deri në 17 maj. Ky, nëse do të ishte në vëzhgim, do të ishte një vëzhgim i palishëm. Nuk ka qenë as në vëzhgim? Po ne kemi pas deklarata që policia e kishte në vëzhgim. E ka pasur në vëzhgim. Ne kemi kryer verifikime dhe veprime të tjera operative-gjurmuese, por ka qenë një periudhë shumë e gjatë, një periudhë kaq të gjatë. Ka qenë një herë më përpara gjatë verës, disa shërbime partnere na kanë infiltruar biles jam autorizuar ta them, që gjatë verës Klement Balila ka qenë vazhdimisht në Sarandë, shpar madje në shoqëri dhe të njerëzve të rëndësishëm politik. Në dhe në bare. Ky është Zoti Felziu, nuk kam dieni jam autorizuar ta them. Dhe sot diku ndodhet, megjithëse gjithë mekanizmat. Pra ju po thoni që gjatë verës ju nuk e kapni dot? Gjithë agjencitë e zbatimit të ligjit, mekanizmat ligjor janë të angazhuara për ta gjatë verës, po tashinin, nuk e kapni dot. Pra Po çmse mundem të çojë të kuptojmë, duhet të gjë që deri në 9 dhjetor kur ka dalë urdhër arresti nga gjykata krimit të rënda, ky ka qenë komplet i lirë, me skaf pas skaf, mund takojë me politikanë, mund takojë me miq, me shok. Tani këto me skaf dhe pas skaf janë verifikuar dhe ne kemi të verifikuara që nuk. Domethënë policia edhe gjatë verës kur ka qenë një njeri që jetonte krejt lirisht nuk mund të ndërhynte për ta ndaluar apo jo? Jo, sigurisht në rrethana që ai do të kishte mundësi ta kapni do të arrestoj. Se ka pas raste siç e thotë zoti Hoxha. Do të arrestoni se ju thoni nuk mund të ndërhyni deri në 9 dhjetor. Të kuptojmë, për kapjen e një personit janë njësër veprimesh të domosdoshme për të kryer, siç janë kontrollet të cilat ne nuk mund t'i bënim. Ne mund të kemi një kronologji përfundimisht. Mbi çfarë baze do ta nxjerrë prokuroria këtë urdhër? Të lutem, se ju thoni që tani gjithë topi i shkon në derë prokurorisë. Domethënë, ju kishit një hetim në mars që informuat prokurorinë dhe thatë që kemi një informacion nga DEA amerikane, e cila na informon për një grup të strukturuar kriminal, kreu i cili të shtetas shqiptar, pavarësisht se nuk ishte identifikuar në atë kohë, dhe këto janë faktet të referuara